Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, thumma amma ba'd. Të nderuar vëllezër xhamatlik, të nderuar besimtarë. Hadithin tash që du me përmend, këtë hadith, se disa jemi për tyne që e praktikojmë. Të dhonës bashkë me juve. Këto fjallë që po ju drejtoj juve, që po ju drejtoj na juve, ma i parja drejtoj vetës përsa juve. Hadithi Resulullahut sallallahu alaihi wasallam që sa bukur ka thënë. I tillë ka qenë i dërguari i Allahut, të tillë kanë qenë sahabët, gjenerata më e mirë që e ka lavdruar Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin e Madh. E ky hadith tash na lexojmë tash më semi na pyetjene që e praktikojmë. Edhe unë e ju dhe kretna, edhe ata të cilët do të na ndëgjojnë. E do të na shikojnë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: من كظم غيظا أو من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعا الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. حديث عظيم جدا. Për kthimi të hadithit ka thënë pejgamberi alayhi wasallam: kush e nal vetën nga nervoza, duke pasur mundësi që të hakmirët dhe t'ja kthej fjalën hakmirët, qysha ka bo mja kthye. T'ka shajt dhe ti mundesh mja kthy, po ndëgjoni hadithin e Resulullahut. Për këtë arsye të nderuar vëllezër, që ky hadith i Resulullahut që e përmendëm në hutbën e parë, la tatbaq mosu hidro, mosu nervozo, duhet me qenë e shkruar në çdo vend, në për xhamia. E veçanërisht në për xhamia. Sa ata në kafe s'nervozohen. Ata bën çefli, ata s'ka nervoz në për kafe. Nervozat po dalin pijamive për fat të keq. Për shtëpijave ku nuk ka namaz, ku nuk ka islam, do njerë edhe për aty në shtëpijave që po falen, po ka nervoz ma shumë. Njoni tha, që deri sa si mi kanë namazli, si kemi falë 5 vaktet, shumë mire kemi qënë njoni me tjetërin. Deri sa nuk kemi falë, s'kemi shku në xhami, shumë thjeshtë dhe tutje na konë. Që atyre kur kena fillu mu falë, po nervozohemi dhe ma shumë, edhe pitim senet ma mirë. Edhe pe urrem njëri tjetrin ma shumë, se sa, deri sa nuk kemi falë, kemi dashur njëri tjetrin. Që atyre kur kemi fillu mu falë, pe urrem njëri tjetrin. Kjo nuk është në rregull. Kjo është për imanit dopt, tha pejgamberi alayhi wasallam: "Men kadhaba al-ghayza wa huwa qadirun an yanfidhahu." Kush e nal vetën për nervozës, ti ke mundësi mja këthy qysh ta ka bo? Ki mundësi mja këthy qysh ta ka bo ti e nalish vetën lilla për Allahu subhanahu wa ta'ala. Që ka thënë pejgamberi alayhi wasallam që ky njeri, tash, si cili për neve i kujtojmë ato rast duke na bo sabër. E sa njerëz na kanë shahë, sa njerëz kanë thonë kështu, ti ki bo sabër. Po ndoshta të kujtojmë edhe ato momente që s'ki mujt me bo sabër. Ta kam shumë, ja kem shumë. T'ka shajt e ki shajt. E besimtari duhet më konë ndryshe. Ka thënë pejgamberi alayhi wasallam: besimtari nuk shanë, nuk fynë, nuk mallkon, nuk nervozohet. Që ky njeri, ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, që e nal vetën nervoz, nesër në ditën e Kiametit, para këtë krijesave ka më thirrë: o Zotni, Allah i ka thënë, ta'al, ecë këtu. Para këtë krijesave, merrni me nesër në ditën e Kiametit, Allah do të thirrë. Po do të ecë këtu. Edhe po thotë, shyri që do hyrijet e xhenetit, zgjedhën a një. Qa? Hyrijet e xhenetit? Po është, se kom grun atje, ti e ki grun atje, po s'ka xhelozi atje. Hyrijet e xhenetit janë femrat më të bukura në xhenet. Që ka thënë pejgamberi alayhi wasallam, vetëm nikime e saj më ran dynja, kretë dynja në bën dritë, nur. Allah çka më thotë? Ti që ke marrë vetën, ke bo sabër. Ti mund edhe ti që shta kanë bo tjetë mija ty, po jenalë. Hec këtu.
zgjedhni një hyrje të xhenetit për vete. Më thënë gruan apo femrën më të bukur në xhenetin e Allahut te baraka o ta'ala të ndëruar vëllezër xhamalin. Pe e përfundoj. Shkurtimisht bjet një larë subhanahu wa taala nuk po ju marrë. Përderisa Islami jon, feja jon, na ka kallëzuar neve për rrezikun e nervozës. Na tash e kuptojmë hadithet e Resulullah. Apo çka është rrezik? Ku të shoh rreziku i nervozës edhe çfarë vlerë ka ai njeri që e man vetveten. Nuk eksplodon. Islami jon, feja jon, sheriati jon të ndëruar vëllezër neve na ka kallëzuar edhe ilaçin. Qysh më urujt mos më shku deri tek nervoza. Çka më bë kur ti nervozohesh? Shumë për nervozona, çka më bë? Qysh më ia largu vetes nervozën? Më thënë, nervoza po ka rrezik. Po dhe që i bon sabër tek nervoza, ka shpërbim të madhe të Allahu Azza wa Jall. Tash ti po do me ditë qysh una mi ma shkaqet se vepet mu mbrojt i nervozës. Zotin e arrujt, nervoz, mbi nervoz, filoni e mbyti filonin, burri e mbyti gruan, djali e mbyti nonën babën. Kretë këqinja që ka të bohen, që po bohen në këtyr tokës edhe që bohen ma herët, kanë fillu pishajnë prej nervozës, prej jetrimit. Shkurtimisht. Feja na ka mësuar qysh mu largu zemrimin, nervozën, por tash cila është ilaçi, qysh me shëru nervozën, ilaçi. A ka ilaç? Po ka ilaç. Qysh me shnosh nervozën? A je besimtar, a je musliman kja, vjen sejtë dhe Allah, a përrezon t'i Koran. Ti s'bon me qenë që shtut. Fjallin e fundit me qitë në fillim. Besimtare, a bon me qitë fjallin e fundit në fillim? Me dikon, baklaf të hongër prishesh. A bon kështë ta? Besimtari, muslimani, do t'ja mësoj familjes vetë, shokit vetë, tabiatët. Do t'ja mësoj njëri tjetrit tabiatët. Me arsujetu njëri tjetrin, me fal njëri tjetrin. Që kjo është feja jonë dhe dinja. Jo me njëherë, fjallin e fundit në fillim. Edhe më kur sytë mos me t'i pa. As mos me mi pa, as mos me t'i pa. E para, ilaçi i parë ka thënë pejgamberi kur jetë nervoz, kërkon mbrojtje prej Allahut me mbrojtje prej shejtanit. Thuaj a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Çka kjo është? E dyta, tadhhibul hay'a. Kur je nervoz për çështjet e dunjas, je nervozu me gruan, me djalin, me hallën, me tezën, me dajën, me dikon pijamat live. Ka thënë ndrysho pozitën. Jem kom, ka thënë ullu. Nëse ullet nuk të kalon, ndro pozitën. Shtriu. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, është hadith e Resulullah, nëse nuk të kalon edhe shtrit, ka thënë qumë merr abdes. Ilaçi i tretë është abdesi. Pse më marr abdes? Abdesi është ujë që ta freskon shpirtin. Kurse nervoza është prej shejtanit që ka thënë Resulullah, nervoza është prush që fryn shejtanin to. Kur marrësh abdes, qetësohesh. Nëse tek çështja e abdesit edhe me abdes po të kalon, ka thënë hin ndaju. Bune një tush. Ose moment kur po nervozohesh, po dush t'i marrë diçka në dorë, po do m'ja fut dikune, ose bashkotës, ose ku be di çfarë situate je, dil jashtë, ndro pozitën, dil jashtë. Pastaj tjetër ka thënë sumtu, ilaçi tjetër është shuj. Shemi ku e mos fol. Me shujt. Pse me shujt? Ka thënë pejgamberi alayhis salam, فإذا غضب أحدكم فليسكت. Nëse dikush për ju e ka thënë është nervoz, ka thënë le ta mbyll gojen. Goja, gjuha, e keq është. Atëherë vjen pishmon. Mos thuj atë çka bëna. Pse i thash? Pse jam shoha? Mbyll gojen. Kjo është ilaçi nga i dërguari Allahu Muhamedi alayhis salam, edhe tjetër është abdesi, normal duhet të marr abdes, tjetër është kujtoje shpërblimin e mbajtës vetës tek nervoza. A ka thënë pejgamberi alayhis salam, ai që mban vetën nervoz, ato çka e ka bërë dikush edhe ai mundet më apo e nuk e bën e man vetën, nesër në ditën e kiametit ka më thirr për mesit krijesave, Allahu ka më thirrë dhe ka më thonë zgjedhë një hyrje të xhenetit. Gjithashtu ka thënë pejgamberi alayhis salam, la taghdab lek al-janna, mos nervozo, i ka thënë atij sahabit, mos nervozo për shpërblim e kije xhenetin. Këto e këshillat profetike. Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
Kështu neve, Resulullah na ka eduku. Tek çështja e hidrimit dhe nervozës që duhet me majtë vetën. Në moment ndoshta mirë punosh më kanë pas 5 minutave e hub mendje. Për këtë arsye besimtari në çdo kohë, në çdo moment do të më qenë me abdes, me Kur'an, me dhikr. Edhe nëse vin probleme të lashe, edhe nëse nervozohesh, po jo me hub kontrollin, po me korrigjua kontrollin tonë. Jo me të pa shejtanin, jo me të hub vetdijen, po edhe nëse nervozohesh, domethënë mos lejo që nervoza ty me të udhëheq, po udhëheqet ti nervozën. Me pas kujdes shikimi, gjuha, duart, këmbët edhe kështu me radhë. Allahu na përmirësoft, Allahu na fal. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala, rinin tonë Allahu më udhëzu, të rinjët tonë Allahu më udhëzu, ja Rabbel Alamin. Lusim Allahu subhanahu wa ta'ala, pleq tonë Allahu më forcu, pleq tonë të cilët I kemi smut, Allahu më shëru, ja Rabbel Alamin. Prin tonë Allahu më udhëzu. Të ndëruar vëllezër,